që ato e ku mbrejt që fëmijave që më ka dek. Do më thonë nuk o instikti jam. Kur më këthy prej solles, para lindjes më kanë çuar herë për me marrë oksigjen. Kur më këthy prej solles, mjeku i shkon të më prit aty edhe e ka njësë të më shajt e ku mjete, unë të më zika e ti, unë të lyp ty. I ku më thonë nuk e di pse mjek tjerë nuk ma kanë përcjell gjendjen time për me të kallëzu ty ku jam unë, se një më të pazinta dhe nuk jem të ngujt më naj. Ju ku më lut, ku më naj që shto 2 orë gjys, e ku më pas mamin e shortit ofër, non-stop. Ku pas pak gjak djerdhja, edhe non-stop ku më shumë banju për mu pastru. Ma bëj, mjeku jam që ma ka qyqeni më ka thonë normale është, përpresim se nona do të mi duru dhim të fëmis kur ta kinë krah, do të mi llit të kajtë. Unë i kom thonë vetëm qëta ma fëmis se s'është nevoja se e lli poll, andin. Edhe vjerës ta me i ka thonë, edhe lopa apo miqi normal, është mirë me prit qëto nonë. Kur ju më shku me njën mas 2 orë gjys, ma kam banu oksigjenin, edhe nuk e më kone hapne, do më thonë, e një motër atë që u konë, më ka thonë një hapne 5 gjorëkishta, veç jepi shtytje, andin, për me lind, edhe unë nuk më di se është lindja e me e parë. Do më thonë, nuk më pas dikon që më prete në shpi edhe më i mu hutu me ta ose diçka. Më oksigjen, ma kam banu oksigjenin, edhe mjeku që s'më isha mi jap shtytje bebes për me dalë, ma ka marrë kryt edhe ma ka gjujte në karrik edhe më kanë shojt ti e pa aftë për fëmin tonë, që të me di në fëmin tonë kur si e aftë për mi po, pse kemi ishte të zonë se të ka pëlqy me metë, kur i e zoja mi po në të vësh me duru, edhe mjeku ka hip në karrik vetë, dhe më thënë karrik kur në kone shtejnë e une, edhe i ka jau shtytje shumë fëmisa dhe kom pa që ato që u mbledh barë kusho me gjak. Motra nuk e di shka u kone u jarë, a placenta që ma ka hek prej trupit, që ato e ku mbrejt që fëmijave që më ka dek. Do më thonë nuk o instikti jam.